Kush je? Po. Nuk njoh. Nuk na përfaqësoni. Sulmojnë deputetët këtu poshtë. Se dalin përpara. Ati bëjmë pyetje, është gjë më normale në botë, por kur fillojnë shajnë, fyrin, i ofendojnë, pa një njohur fare. Pa një njohur fare, duke i kap në dorë. Me lek për politikë lesh, morë vesh apo byll qir. Duhet gon, lekën e kaq. Miq të Piskut, ju përshëndes. Uroj që të jeni mirë dhe Shqipëria, djemt shqiptar dhe vajzat shqiptare, gjithë shqiptarët e vërtet po japin mesazhin, po qëndrojnë bashkuar, diçka që s'ka ndodhur asnjëherë në historinë shqiptare dhe kjo po mbahet prej 46 ditësh. Dhe një nga djemt që ka dhënë një kontribut tin, edhe pse është larguar prej vitesh jashtë Shqipërisë, që jeton në Angli, me ndershmëri, me punë, me shumë përkushtim, është kthyer për të dhënë dhe ai dorën e vet. Siç e kam thënë gjithmonë, gjithë secili nga ne duhet bëj në formën e tij aq sa mundet për të dhënë diçka, për të lënë një gjurmë dhe për të motivuar dhe për të hequr këtë virusin dhe këtë helmin që është përhapur si metastaz në shoqërinë tonë shqiptare, si ndërtohet jeta dhe puna në këtë vend. Duhet ta heqim këtë gjë dhe kjo gjë po duket sikur përmerr për masa dhe po jep mesazhe shumë të mira në gjithë secili nga ne në rrethin tonë. Pra, edhe ato njerëz që ne ndoshta i kemi të infektuar, që na qëndrojnë për rreth, po mundohemi ti spastrojmë duke spastruar dhe veten që të jemi gjithë bashkë. Arjan Koçi është djalë që unë kemi rastis njëherë para disa vitesh. 2014? Jo. Ishte ku ka qenë Dua Lipa? Para 2 vitesh. 2 vitesh. Para 2 vitesh. 24 duket. 2024. Po ishte Dua Lipa koncerti. Dhe tani jemi takuar çdo ditë tek protesta me Arjanin dhe është dhënë shumë në këtë gjë. Dhe unë e falenderoj, gjej rastin ta falenderoj se po bën edhe ai diçka që po jep edhe ai dorën e vet në këtë gjë. Arjan, të përshëndes, të falenderoj që ke ardhur në studio. Dje ke pas një lloj përplasje, le të themi, ose nuk erdhi fare nga ti, po këto janë gati dhe ne kemi parë prej ditësh në këtë protestë që po bën me ngulm në të gjitha format që të përplasen me qytetarët për të nxjerrë shembullin e kundërt të asaj se çka ka dhënë protesta, këtë qytetari, këtë formë kaq të bukur që po jepi mesazh jo vetëm Europës, por gjithë botës mënyrën si po protestohet në Shqipëri. Si u ndjeve kur me Rion Braçën, domethënë, ai momenti edhe me ministrin Hoxha, që ti thjesht ishe aty si qytetar, në mënyrën tënde, duke qëndruar, kjo se çka është kthyer si lloj forme presionin ndaj këtyre parlamentarëve që këta i ka zënë hija, i ka zënë frika. Verdi fundi. Thjesht unë isha aty rasista edhe pa telefonin dorë, hapa, unë në fakt nuk e njeh se ka emrin ai. Ervin Hoxha. Ervin Hoxha, unë nuk e di kush është, nuk e di. Je shumë korrekt, ke shumë drejt se ai shumë lëvizje ka ndodhur në Parlamentin Shqiptar, ministra që ndron në Rama her pas here. Pashket ishte dobësu pak se ku kam pa në Elbasan, ku kam marrë atë, thashun çka ka bëu, mos ka bëni slim diet. Dhe domethënë ka shumë kile, edhe bravo, ose di si ke hom, për puna jote, është gjë personale. Edhe kjo më pak shumë, por nuk kam foli, kurse ky Hoxha për sarën, për patatën, si thënë se patate e thirrë, më vjen me kështu zënë patate, pateto. Edhe hapa telefonin edhe ky më afru tha mu pse shantazon. Thash, s'po thosë të thjesht, tash unë po kaloj. Pastaj tham ule, fike, unë e fika. Ai ngmeti dorën kështu, kur ngriti dorën, unë e neza prapë thash, kush je ti thash, who are you? Who the fuck are you? Pra ti e kishe me Sarën në fillim, që ta kuptosh si njerëzit nga parë vetëm to videot e shkurtra. Po ishte dy bashkë ata, ishte Sara këtej, po, ishte Hoxha, Ervin Hoxha këtej, kurse ai çka ka më ai newsit, Marceli ishte në mes. Edhe nuk desha as me u fut ke Marceli, as këta thash ti lej në hapësirën e vet. Thjesht ata të kalojnë të bëjnë punën e tyre thash. Ndërkohë që Braçi ju ka konsideruar grupi organizuar. Unë Marcelin e kam taku dje, ose par dje, i ditë e para, se për atë djalin që kishin arrestu. Për kena bodhe të në Instagram. E bona Marcelin. Me që leshe nga Labëria. Edhe mbrëm kishin arrestu prap. Se vetë atakova, mbrëm. Kanë arrestu tjerë, vazhdojnë. Marrin, në 12 vjen këta, e marrin 2-3 orë, deri në 6, pastaj i lirojnë. Se nuk lejohet protestosh. Nuk lejohet protestosh? Jo. Pa i kishte edhe leje. Orion, tani si pak goditur këtu.
Do kalojmë tek ajo siç ka, do shpjegojmë pak më shumë më gjatë këtë Për Braçën. për Braçën e për gjithë këto parlamentarët. Domethënë, ishte ka 1 metër gjysmë, 1 metër i çrek, nuk di sa ishte. Isha ul aty, erdh makina, braçe, unë ndiva se ishte braçe, u afrova. Po prapë lesh 24-ën, të fuçim para sepse nuk kam atë badge-in e gazetarit, desha me kriju konflikte. Thjesht është një video kur ai me atë arrogancën e vet, pa edukacin. Ti jem atë, jeni grup me drogaxhiun. Direkt edhe ku e ka shtyr atë Marcelin, aty jam drith, se kam ndesh veten, pa e kam majt veten. E ka shtyr, se video edhe nuk e tregon. Video ime, unë kam qenë e ka kap, ku e ka shtyr kështu, ik ti, se çai tha, nuk e di. Se po ta shohim videon. Po se Braçi edhe reagoi edhe pas kësaj, reagoi. Reagoi se vëj sipër gëzyre vet e na filmonte. Kurse ai Marceli tha mu, më prish punë, thash unë fal tash, po nuk jam media thash unë. S'kam se të prish punë. E kupton? Thash unë jam anglisht independent, jam vet, jam person, si ti siç je ti pis media, unë jam i pavarur, s'kam media, dhe ku e kam hedh videon, e kam bë këtu. Këtu po thekë. Po ti njehesh më herët me Braçin Jo, se s'e njoh kur fare, njeri të drejtohet Fundrina, ai që merret me rojën ai roja barit, po. Player e shumë do një gjëra që nuk i shkojnë qytetarit thjesht do të rëndom, jo më një njeriu si Braçi që ka shumë vite që është në parlament. Aty i dolën dhe foto dhe video që i shante këto vajzat. Oj ku mos ta them atë, aty në vajzave gjithë. Po, njihet Braçi për këtë pjesë. Fjalorin që përdor Giulia. Madje unë e kisha menduar para se të bënte intervistën ne, dohet ktheja pak edhe ato sherrat e Braçës që ka pas bën parlament që zije në Çfarë? Dash me lek për politikë lesh. Morë vesh apo byllqir. Më gon. Ja keni ka sy. Byllë më gon, më kokën e për muti, më mbyllë më. Chihuahua, anglisht me qeni vogël. Ato qenë të vegjël që nuk ka lehin, nuk të kafshojnë, nuk të hanë. Ti ke pas diçka një përplasje, ke një historik në Braçën? Asë njoh, asë me komente me gjëra se shkruan mesazhe, asë kam shkruar mesazhe, asë kam provoku. Po ai kishte përballje e parë me Braçën. Përballje e parë. Edhe isha sa i vi. Duket sikur mënyra se si të flet, si drejtohet. Po sikur njiftova, sikur kena pi kafe bashkë, sikur kena shok. Sikur keni pas një histori, një ngjarje, sikur ka ndodhur diçka dhe ti njihë. Si ka kërkuar, si ky thotë që ai roja baj, domethënë. Ka pa atë audiencën time, sa audienca ime është ajo video që me flamur, që me dronin, 2.3 milion. Ka pa atë. Ka pa që unë kapa me Blendi Gonxha, me Talon Ballën, komente ka pa atë. Edhe një njeri që futet aty thotë unë kam shkruar profilin im, për shembull Ari bëj drona, edhe shef, jam boksier, bëj travel, këtë se ka lexuar boksierin, si po ta kishe lexuar këtë për pjesën boksierit, do kishe fol kaq keq. Fillon ata pasaj memet me boksier mrapa. Edhe ku e ka pa aty London, Albania, sa kam shku shqiptar në Angli, kaq, një bie e vogël. Ai ka menduar që anglisht pi bari. Jo çdo gjë është pi bari. Jo çdo shqiptar atje. Jo shqiptarët kanë restorante, kanë lavazhe, kanë lare xhamash, kanë garazh dhe makinash, lyn makina. Këto që merren me fogona, bijnë gjora, kanë shtëpia, shumica shqiptarëve kanë restorante, kanë biznese. Sepse një gjë Shqipëri nuk e bën dot një biznes, atje e bën pa, tu do të marr me. Te do të kuptojnë ata. Po, te do të thonë ata, pse s'e thonë. Atje kanë makinat funit, kanë makina 2025-s, unë kam 2 makina në Angli. Këtu si blej dot. Sa ti ka dhe nim e merr dhe me anë financës. Si duhet ta nis tek ajo tek fillimi. Po mirë, ti ke shku, ke ik nga Shqipëria. Po. Për një jetë më të mirë, etj, ekonomia, shumë gjëra, siç thua ti, po të ndërtoj një biznes tu nuk do ndërtohet në Shqipëri. Atje të ka ecur, ke punuar me djerë. Edhe ty të vish ne ty të hecën direkt, ha biznes. Eksakt. Por çfarë do Shqipëria? Por çka ke arë që proteston? Pse ti je shumë mirë atje, por çfarë vjen këtu që proteston? Vej për Shqipërinë e madhe, për shqiptarët të zgjohen. Sepse shumica janë. Çfarë duhet ty vës? Ti je shumë. Këtë pyetje më kanë bënë. Çfarë do ti? Je me pasaportë angleze, ç'të duhet ty, duke filluar nga familja ime. Çfarë do ti me politikën? Ka pagu këto X-ën, Y-in e X-i. Kam pagu këtë ka thot ai. Nuk jam i paguar, nuk jam i ble, bëj thjesht me zemër, siç e bën ti pisk median show-n ton, kështu e bëj dhe unë. Kam dhe shokun tim këtu, Anash Jurgenin, e bëj me zemër, e bëj me shpirt, pa interesa, pa lek. Biles kam lënë dhe punën, si kuzhinier e kam lënë. Biznesin tim si taksi, se kam një taksi, e kam lënë dhe taksin. Po ta shikosh, kam fut një video që isha me datë 1, makina kishte zonë Merimanga.
Edhe njerëzit thanë, "Wow, a kupton, kam lënë dhe punën." Mirë, tani po ta kthej e mora përgjigjen asaj pyetjes që të bëra. Tani pse valla? Dashuria për kombin. Duhet unë që Shqipëria një ditë shikohet me një emër të mirë. Se ku u them në anglisht që jam shqiptar, fillon droga, Po. krimi, prostitucioni, çfarë tjetër më valla thuja, vjedhjet nëpër shtëpi, di këta hajdutët, bota e errë, ku fona Shqipëri, edhe unë ka herë vjen zor të them që jam shqiptar dhe them jam gjerman. Arritën atë pikë. Në atë pikë, po prap nuk e mohoj kurrë, gjithmonë u them që am Albanian, A kanë ndikuar politika te kjo gjë thua? Edhe politika dhe korrupsioni, edhe ai që shkon atje me kështu, shkon me çfarë me atletë të bardha. Më shkojnë neto, e pe neto me white shoes. Ku shkon më valla? Ku shkon? Në gjimnazi akoma. E kisha për këtë pse lexojnë njerëzit këtë lloj forme, si të bëra edhe unë pyetjen, për çka ke ardhur ti nga atje, ke ardhur këtu, ndoshta që ke jetën shumë sistemuar, ke punuar. Po. Pra, Po çen pse Shqipëria. e qartë ta mora atë përgjigjen. Po pse njerëzit këtu, për shembull, siç ta bëra unë pyetjen, siç thua ti, ashtu është edhe familja ime, më thon, po ti pse po e bën? Pse ne e shohim në këtë lloj forme që ju po vini nga diaspora, si po shohim se çfarë vlerë po jep pse proteste? 30 ditë, i ka 10 ditë, kisha ca probleme të vogla, ca pagova ca. Pse njerëzit e shohin në këtë formë? Pse e shohin thonë, pse po e bën ky? Pse po e bën Eugeni? Pse e bën Ari? Pse po e bën tjetër? Pse po e bën Timi? Mendoj që jemi të shitur, mendoj se na ka fut dikush, na kanë dhënë, për shembull, më kanë dhënë lek këtu neve, dhe e bëjmë për lek. Ne e bëjmë për zemër, e bëjmë sepse po se bëm në unë e ti, kush do e bëj? Na kupton? Our generation, po se bëm ne, s'ka kush e bën. A është momenti që është momenti revolucion o vlla, duhet revolucion. Duhet më hyj këty në palc kurrizit me zgju nga zgjumi. Sepse asnjë vend botësh ka korrupsione, po korrupsione ke ne, është shumë i dendur vlla, se ke idenë. Ku vjen Shqipëri direkt rrugët, e bën makina kështu. A kupton? Prishet ajo, ç'e quhet, prishen amortizorët. Un kam në rrugë 3 makina në Angli, s'më prish një amortizor më vlla. Kurr, vjen këtu të bie gropa kështu, të bie gropa, të trondit ai shumë, thotë zgjohu shqiptar, zgjohu se po të vjedhin, po të vrasin, po të shtypin, zgjohu, edhe i thonë anglisht wake up, zgjohu. Më thuj pak, është dita e 46 e protestës. Si po e sheh që nga dita e parë deri në këtë ditë ku jemi? Një lloj vlerësimi. Nuk ka gjë më të mirë që shoh prindër, fëmijë, nëna, burra, gra, bile se mesazhet e mia janë shumica janë nga diaspora. Arjan do të jem aty, faleminderit që na përfaqëson neve. A do lek, çm lek, hap një GoFund, kam vënë një kështu small, një link të vogël kush do PayPal. Po patjetër se ke lënë punën. Po, kam lënë punën, na moni fos lek nga xhepi, s'është problem. Po, se edhe ti investuar ka koste që kjo gjë. Edhe është një djalë nga Anglia, ka imi Lifi Dema dhe im çon çdo javë, më çon duket 200 pound. Ka 3 restorante si biznes, ta thjesht du të kontriboj. Edhe çdo javë më fut. Po, kjo është edhe forma e protestës që edhe ata që s'kan mundësi kontribojnë tek ata njerëz që protestojnë që janë çdo ditë, siç është rasti i Arit, që edhe ato në formën e vet protestojnë duke suportuar, edhe pse nuk e kanë mundësinë, por dua me gjithë shpirt dhe gjithë zemër të jenë aty. Të jenë këtu, po s'ka mundësinë. Për shembull, kemi shumë që në Gjermani, në Amerikë, bëjnë podcaste, hyn live, fillojnë këto sherrët midis këtyre influencerëve, kapen këto influencerët me njëri tjetrin, përçarja. Që i kanë pa gjithë edhe pse ke zgjedhur këtë formën, për shembull, këtë në pjesën me video, me gjërat, dua dal te kjo që a ka kjo një pjesë të fortë të mesazhit, ka një rëndësi të madhe, domethënë kjo pjesa normale, droni për shembull, videot e dronit janë të shkëlqyer, aty ke pa vet. Pamja nga lart, flamuri ku doli çameria, njerëzit më thanë po qethet mishi, vrasja e çamerisë, akoma nuk është hap dosja. A kupton? Viles imagjino. Pra kjo formë e të protestuarit me video, me qenë gjatë gjithë kohës, me video, me foto, me postime, zërit dal jashtë sa më shumë të ndihet. Nuk maninë që të mshajnë, ofendojnë nga motra, nga vllai, nga baba, nuk do t'ja di. Thjesht zërin të ndihet, të dëgjoj Europa. A mendon se ka ndikuar kjo gjë që ke bërë? Sidomos sot ç'a ndodhi? Europa ashtu, ose ndryshosh ligjin ose nuk kalojmë dot në fazën e dytë të negocimeve. Kështu që do hapim negocimet, po ndryshojmë ligjin, nuk kalojmë dot. A mendon se politika shqiptare ka marrë një mesazh nga kjo çka ka ndodhur këto ditë me protestën? Shpresoj se po. Shpresoj se do vi fundi gjithëve. Edhe do t'japin dorëheqje, sepse na keni na keni falemendosur
si shqiptar, si njerëz, si qytetar. Domethënë, nëpër aeroporte ka radha, pasaporta jonë është e funit akoma. Kudo që shkon, pse shkon? Ku isha? Isha në Bruksel unë. Isha me Doriana Mema, si ishim bashkë. Dorina Mema. Po, bëm një protestë, bëm 30 veta. Krejt shqiptarët ishin 3-4 shqiptarë i ndihmova, si janë anglisht e i non. I tha ku shkon? Sa lek ke? Kjo tha po shkoj çuni. Pse po shkon? Ke marrë lek me vete? Sa lek ke? Kjo shka të nxori 300 euro. Hetim, Hetim total. Në doganat Bruksel. Çka ka Brukseli më shumë se Shqipëria? Asgjë, thjesht është në Europë, kaq. Edhe mua e merr aq ulët. Vendet e tjera europiane ndodh me njerëz të tjerë, me europianë ndodh kjo gjë. Jo, në europian hapen kështu sa lek ke. Jo, hapen ata, hapen lopatat. Direkt. Unë i pata pasaportat të dyja, pas desha me u vënu, me X-Pit, nxora anglezen, bam, me rasën fytyrë, e pa kështu. Po jo mbrapsht, pse si theri atë pasaportin? Ti thonë ja, valla, un po të punoja në shtëpi bari, thuj ja më ke. Po se ta dini edhe këtë, se ligjet anglisë, për shembull, nëse ke punuar në shtëpi bari, do të kapin gishtat, do të kapin kamera, do të kapin CCTV, do të kap home office. Nuk ke shans ti me dhe shtëpi bari edhe me marr pasaportën. Se është shumë e ndeliku sepse ata çdo gjë i shohin, hetohesh. Nuk është që merr pasaport kaq kollaj. Se tani e kanë bërë shumë keq me pasaportën angli. I kanë heq. Pas kësaj videos ke pas mesazhe, 2-3 mesazhe, 2-3 kështu, si kërcënime dhe gjëra, s'mbën përshtypje. Nuk tremen, nuk kam thonë që fillim, kam bërë dhe video, kam thonë që I'm not scared, nuk u tremen. Kam bërë dhe video ditën e 3 bilës, thonë I'm not scared, nuk u tremen. Kjo është detyra jonë me qenë këtu, me përzatu shtetin shqiptar, kombin shqiptar, për të ardhmen, për fëmijët tonë, për fëmijët tuaj, për fëmijët e shokut tonë, për çdo gjë, për të ardhmen tonë. Edhe kush turist vjen në Shqipëri, ndihet i kënaqur, të ketë ujë, të ketë drita, të ketë rrugë, thonë ata, yes, Albania është okay, po s'keni thot hotele, s'keni all inclusive, naftën e keni shtrejt, rrugët si keni, mirësjelljen se keni, kulturën e keni mirë, thot, po ku vin njerëz thot nuk kamarierët janë pak si arrogant. Nuk ndihen, domethënë ndihen të kënaqur, po edhe shumë kënaqur. Kush ta dha atë për ta mbyll? Kush ta dha atë shkëndijën që ti duhet t'i jepesh kaq shumë? Thjesht ta vet nga zemra, betohem ka ardhur nga zemra, ka ardhur një muzikë. Okej, nga zemra po, për shembull, cila arroganca e këtij pushteti, këtyre politikanëve? Korrupsioni. Se ke ide no bro. Se ke ide të për shembull në Angli vëlla, një grop më hap, vin ata i hudhin ata të bardhën atë sprayin, vin ditën tjetër vin komuna, vin 2 nga ato të kuqe, çka quhen shqip. Po, në ato ku diun. Të rrugës. Vin e shtrojnë sipër ato të ndusën e çka quhet asfaltit, po rregullu. Kaq. Ke një problem. I shkruaj me email atij të komunës, çka quhet kryetari i bashkisë komunës, se kemi çdo kryetari komunës. Kryetari komunës kemi me email, e ke online, me emër, numër telefoni. Un pata një problem, po marroj viza, edhe futa vizën e re, edhe në gjatë 2-3 muaj dhe i shkruajta kësaj. Edhe kjo përfaqësonte fshatin tim ku jetojmë, qytetin tim. Kur mos më dolin telefon, ishte në tren. Tha mu hello Arjan, tha mu do ta kaloj numrin tim, tha stafit, tha se jam në tren. E direkt ndihmoj. Me sekonda. Kush jam unë, një imigrant i Anglisë, një imigrant shqiptar që jetoj në Angli. Edhe mas 3 popullata që ka Anglia. Po, edhe mas 3 vite çka ka ndodhur? Ka emrin May Foy. May Foy është deputete e parlamentit për ku jetojnë Country Durham. Mas 3 vitesh o vlla, ajo hyj makinën time. Atë besohet? Te taksia. Te taksia ime, se jo ke privatja. Dhe thashëm, hello, thamu, thashëm ti me, po thamu, thash atë kujtuat të kam marrë në telefon, thashëm para 3 vitesh, thashëm për një kartën e thash rezidence. Po thamu edhe jam i kënaqur, thashëm që kam ndihmuar, thashëm faleminderit shumë, thashëm ne, se si shqiptar thashëm ne mahemi thash për emër të keq, është një ka emrin Nigel Farage, i partisë në Angli, ata gjithmonë ka fol gjithmonë keq për Shqipërinë. Festën e 28 nëntorit që bëjmë Shqipëri Londër, ai thot Albanians, criminal, drug dealer, trafikanta, dhe Shqipërinë e ka kështu. Edhe unë i fola pak se thash si ka mundësi thash që na cënojnë thash gjithmonë thash për Shqipërinë. Pra ti ke bërë dhe protestën tënde atje? Dhe protestën gjithmonë në them. Se ajo pranon parlament.
Dhe pse thash ky na ofendoni, thash si kom, thash si qytet. Thash na jemi, thash keni një kulturë më të madhe, thash në Ballkan, thash. Kena kontribuar në kohën e luftës 25 vjetën Skënderbeu thash ka luftu kundër thash në turqëve, thash po të kishte hyrë Turqia thash në Europë, thash ne dishim bë gjithë thash në turk. Dishim bë gjithë Turqi. Jes ta të kuptoj tha, po është politika tha mu. Edhe Nigel Farage gjithmonë ka qenë kundër emigracionëve dhe kundër Shqipërisë, kundër shqiptarëve. Një mesazh për ndoshta gjithë ata që na shohin pak më ndryshe, ne që jemi atje në protestë, thonë, ore po ky është i këtij, siç e thellë më lart ti. Pra, një arsye të fortë për ata që ndoshta janë akoma shohin aty te divani dhe thonë, po, këto janë ato që siç na kanë thënë që këto po shkatrojnë, po japin imazh të keq Shqipërisë, po bëjnë këtë, po bëjnë atë, jo Irani, jo influencat greke, serbe, gjërat, i kanë sjell ata, i kanë sjell këta. Ka nga këto analistët e banaqeve që dalin nëpër studio televizive që ndjekin po të njëjtën retorikë siç flet Tauland Balla, Eron Braçe ose Edi Rama, gjithë Sara Mila, këto çka janë gjithë ndjekin po të njëjtën linjë, por që kanë infektuar një pjesë tjetër të shoqërisë që qëndrojnë indiferent nga kjo gjë çka po ndodh, që është kaq mallore që po fletë gjithë bota. Ti që je aty, mos rrin telefon, mos komento, mos bë scrolling, hajde në shesh, trego kontributin ton. Mas pune, mrapa pune, thuj gjyshes, thuj dajës, thuj tezës, thuj çuni dajës, shkoni në shesh, ata të prezantojnë juve, edhe pse jeni në emigrim, jeni në kudo që jeni në botë, çoni familjet tuaja atje, kontribojnë për këtë ardhme, sepse po nuk u largu ky s'ka për të largu kurrë vëlla. Edhe çfarë po mendoj e ditë, thash faleminderit o Zot që Ivan Kantrup erdhi edhe u zgju shqiptarët. Po të betohem. Sa mi që ndodhi kjo e keq. Po sa mi që ndodhi kjo e keq se për ndryshe bro na do ishin gjumë akoma. Ase Shqipëria bëhet, ase do hym në Europë, ase do na ndihmoj Turqia, ase do na bie aviona, se e pamë që patëm Air Albania 3 aviona. Ço bën të Air Albania? U zhduk. Ishte pastrim parash. Falementoj. Po, si aeroporti, Kuksit, si këto projektet e tjera. O njerëz, nuk kemi akoma kompani avionash, Air Albania që do ta kishim, nuk e kemi akoma. Ça prisni? Ne s'kemi spitale me dhëm Kanye West i dhëm 4.2 milion euro. Përveç kësaj, po si skandal tjetër akoma më madh që s'po flitet fare. Ore kush e ndërtoi se ka zëra që nuk dalin në sipërfaqe, po unë s'po gjej dot akoma ato provat e sakta ose të faktuar, dokumentuara që këtë e ka ndërtuar edhe stadiumin për Kanye West e ka ndërtuar po vetë qeveria shqiptare, po këta. Po skandali 60 milion euro që është ndërtuar stadiumi për Kanye West, edhe çka kanë bërë, si e shohun tani si gjë, e ka nxorrën këtë gjë që doli deklaratë Rama për ta shpëtuar këtë edhe për mos dëmtuar imazhin e Shqipërisë etj. Po japim 4.2 milion euro. Pra hodhi këtë që ne të merremi me 4.2 milion euroshin dhe mos merremi fare me 60 milion euro që janë dhënë për të ndërtuar këtë stadium. Pra janë dhënë gati 65 milion euro investim. Sepse ka një ESO vllai nga Shqipëria, ishte fondi i emergjencës. Fondi i emergjencës. Ndërkohë që në spitalet shqiptare nuk ka serum, nuk ka ag, nuk gjërat më bazike, më elementare. Bisa vatimin kokë. Do jemi në sezon veror që Shqipëria shuhet jo për Bregdetin, por shuhet për zjarrin e maleve që i vjen qëllimisht po këta, kjo ha diskutim. Po e marrë mirë qenë që i vend njerëzit e smurë, siç thotë Rama, e ku dion fëmijët e pabindur e tjerë, siç i vendos ato emrat ai. Por ne nuk kemi një zjarr fikse, nuk kemi një avion për të shuar të zjarrit. Edhe shkojmë nga Shkodra, marrim ujë ke liçeni Bunës atje për të shuar zjarrin në Elbasan për shkak ose në një qytet tjetër. Kur hap fondi, nga ekstremin ekstrem. Bëra një video dhe bëra kollab atë Kej Preza, nuk di ka dhaj podcast, Kej Preza, faleminderit madh shumë Kej Preza që ka rrit zërin. Po, është atje, është çdo ditë edhe. Po, çdo ditë do takoj sot inshallah. Edhe bëra videon, thash ç'na duhet ne Kanye West, thash ne s'kemi aviona dhe video ime ka qenë avioni me ujë, duke djeg toka e Shqipërisë ka qenë avioni me ujë e duke hedh ujë, që është Air Canada, që është avionat luftarak të kundër zjarreve. Edhe nesmret plasi zjarri. Nesmret domethënë plasni zjarri direkt. U dogjëm. Arjan të falenderoj prapë që erdhe, gjete kohën, për shkak se edhe ne kemi shumë të angazhuar duke qenë kaq të përfshirë në këtë gjë kaq të madhe që po ndodh në Shqipëri dhe uroj që të ketë të arrijmë ato që synojnë gjithë shqiptarët për të mirën e Shqipërisë, tokës tonë, kombit, atë dhe gjithë secilit prej nesh. Duheni Shqipërinë njerëz, se Shqipëria është e artë. Mos u bëni tradhtar, mos e shisni veten, mos e shisni votën për sa 5000 lekë, 30000 lekë, prej thes mielli. Ka e koha thesi miellit.
Mos e shisni vetën sepse një votë ndikon 5 vjet, 6 vjet, 10 vjet. Domethënë jemi mbrapa, na shtyjnë mbrapa. Ne do të ecim përpara, jo mbrapa. Ja. Jo, Maqedonia fut në Europë, Bosnia ka më fut në Europë. Kush tjetër? Gjithë këto vende të tjera në Ballkanin, të gjitha. Ku erdha erdha ka 3 ditë që erdha me makinë, u futa në Bosnjë, bro. E kam dokumentuar në Instagram, miku Truri. Miku Truri, jam çudit. Ke një mesazh për Braçin për ta mbyllur me Braçin, me ato siç ka thënë, një mërzit me ato fjalë që thon. Jo, s'fare. Bile sa faleminderit se ashtu, më ka neru sepse më njohin më shumë njerëz tani. A kupton? Faleminderit për publicitetin falas. Për ne është nderim, na ngren. Jo, vë tregojnë edhe veten kush janë. Braçe, të përshëndesim. Faleminderit që ti je i vetmi zë opozitar brenda në atë mazhorancë, domethënë me demek, domethënë. Sikur je oponenca e asaj mazhorance, kësaj qeverie. Diem kanë çu një video, foto që nipi i Erion Braçës është kap në Peqin me bagazh me hashish, 20 kg, 75 kg. Do hedhim më vonë. E kam këtu. Po. Nipi i Erion Braçës, 75 kg në bagazh, Peqin. Miq, merrni më të mirën, jo këto me hashash, se këto merrni më të mirën. Jo, unë prapë, nipi jot. Ju përshëndesim dhe shihemi në shesh. Atje do të qëndrojmë më të bashkuar më shumë. Kudo të keni mundësi, të jeni të bashkohemi, të jemi atje. I lëm ato zërat që ju mendoni, jo ky është aty, ky është. Kemi bashkë, kemi një. Ka pas gjithmonë në Shqipëri kështu. Në kohën e Skënderbeut i ka pas aty, në rrethin e vet i ka pas atë që nipi ti. Tratuan e bën, po brenda gjatë, brenda familjes. Hamzai. Por do të jemi aty. Po e lanë ne fushën, ja marrin, siç me tonkën me gjermanët. Hikën ato e marrin gjermanët. Ne do të jemi aty të qëndrojmë, të japim dhe ne presionin ton. Është XY, qëndrojmë atje. Nuk e dim se si, por duhet të qëndrojmë, të rezistojmë dhe të japim mesazhin. Kjo ka qenë gjëja më e bukur dhe duhet të përfshihemi. Po se provuat, po nuk u përfshit, asnjëherë s'keni më kuptuar dhe gjithmonë do qëndroni larg duke gjykuar, paragjykuar. Afrohuni dhe komunikoni, njihni njëri tjetrin që të njihni veten. Ju përshëndes. Faleminderit për punën që bën. Nuk jam i shitur, nuk do shitem. Mos keni marak. Mos më fare.